Një pamje e bukur sa edhe mbreslense e ciftit Eli u shfaq gjatë xhirimeve ku cift Eli krah për krah njëri tjetrit si dy pëllumba bisedonin duke shetitur mes parkut. Kjo pamje na ktheu pas në kohë ku Luizi me atë buzëqeshje dhe me atë shikim me sheh Kiarën si ditën e parë dhe Kiara si simpatike që është e shite me kërshëri duket si atëherë kur cifti ishte në fazat e njohjes ku Luizi me shkaftesinë e tij përpiqej ti mbushte mendjen Kiarës që nuk ishte lojë pavarësisht se u njohen në një show televiziv, por ishte një dashuri e vërtet që të mbetet përjet ndërsa Kiara si lozënjare e pëlqente, por kishte frikë ta besonte se kjo dashuri I dukej si ne për alla, ajo I qëndronte ftohtë me pas kur e pa që luani I saj kishte qëllim të drejtë me të ju përkushtua shumë edhe gezoi jetën e dashurinë krah për krah e Luizit dashurisë se vërtetë kjo dashuri është një shembull I mirë I vërtetësisë dhe shumë njerëz duhet të gjejnë vetveten duke u përkushtuar te partneri dhe duke I prezantuar veten dhe qëllimet që ne fillim për të pasur një partneritet real dhe jo të plasaritur pas pak kohësh siç bëjnë shumë ciftet e showbizit shqiptar pa dashur të prekim kërkend e vërteta qëndron dhe është reale. Ne I urojmë kujto një histori dashurie kaq të bukur si ky cift edhe pse ndoshta nuk do ta shohim në ekrane siç kishte privilegjin cifti Eli e përjetofshin në privatesi e përveç kësaj ardhshin në jetë shumë bebe të bukura si Lunushi e cila na zbukuron ditën dhe orët kujto që e ndjek e shikon. Ne I urojmë ciftit suksese në këtë super projekt sepse po bëjnë maksimumin që ta realizojnë në kohë rekord si dhe qofshin përjet të lumtur krah për krah njëri tjetrit Lunushit dhe fëmijëve të tjerë që do sjellin në jetë. Ju urojmë shikim të këndshëm në vijim. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh faleminderit nga stafi I personazh.